me krejt kështu klishe, po lista jonë ka qenë, sipas me, ma solidja, ma cilësorja herën e fundit, me ndonë shkurt. Ajo listë doli fituese në fakt, 42.3% ishte rezultat fort fisnik, jo e 50% që është presuar, e pritëm, po rezultat fisnik me gjithat. E tash ajo listë, në fakt, s'ka pas edhe shumë nevoj me francesë thojnë, on change pas une équipe qui gagne, me përkthy, nuk ndrohet ekipi që fiton. Nuk ja vlen me ndru lojtarë që fitojnë. Me zëvendësuese me ndru. Kështu që lista vazhdon të jetë cilësore, profile me vota me rezultat shumë solid, do të jemi numër shumë i lartë në listën tonë që kemi marrë vota me gjithat goxha shumë. Do të është listë legjitime, është konfirmuar në opinion, popull, edhe me atë listë reprezentohemi natyrisht me disa freskime, me disa ardhje, edhe ato cilësore. Disa nga kolegët e juaj të respektuam Blerim Gashi dhe Viktor Burzhala që i bashkun kësaj liste përmes partisë Guxha, partisë tonë Guxha, dhe emra tjerë, cilët vinë ndoshta më shumë nga strukturat, nga mjediset e partive dhe emra të ri të partnerëve që tash kemi edhe PSHDK-n, Zef Marinën me një kandidate si PSHDK. Edhe kjo është një pasurim, një diçka, një degëzim ekstra që është shtu kësaj liste. Unë kam besim që do dalim më mirë se në fundit. Regjia, nëse mund të na nxjerrni në prapavi, por edhe në ekran, listën e lëvizjeve të vendosje, se do ta shfrytëzoj këtë rast të parë, natyrisht këtë pjesë të parë për të folur pak për listën e lëvizjeve të vendosje. Pyetja natyrisht e zakonshme, Nezir, po marr drejtën të drejtohem kështu direkt, me që i zakonshëm në studio, në fakt kemi parë një luftë e jashtëzakonshme politike tënde në këto gjatë ti mandati si deputet. Dhe pyetja e logjikshme, pa ndonjë të themi qëllim mbrapa, është pritur që zoti Kraki të jetë më lart në këtë listë? Unë shiko, ose cili ka qenë kriteri për të vendosur në 47. 47, po. Numri që e kam pas. Je 5 numra më lartë, se sa? Ja, është njëjti numër. Njëjti numër, okej. Po. Jemi goxha